krahas arritjeve dhe suksesit që kishte deri në këtë kohë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam akoma nuk ishte i gatshëm për t'u ngarkuar me mesazhin hyjnor. Si profet dhe shembull për të gjithë njerëzimin, ai akoma nuk ishte realizuar diçka tjetër, me cilën meritonte të ishte model për gjithë. Ajo që i mungonte tani ishte familja. Duhej të ishte i martuar dhe i suksesshëm në jetën bashkëshortore, me qëllim që të na mësoj si të arrijmë qetësinë familjare. Kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam martohet me Khadijah. Ai që mori nismën për diçka të tillë nuk ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por ishte vetë Khadijah. Ajo u ndikua shumë nga morali dhe suksesi që kishte arritur deri atëherë. Gjatë kohës që ishte marrë me tregti, Khadijah kishte parë shumë lloj tregtarësh, kishte parë tregtar koprac në kulm, mashtrues, gënjeshtar e tjerë, por nuk kishte parë të moralshëm dhe zemërgjër si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith të tij, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: Zoti e mëshirov dikë që është zemërgjër. Kjo, pasi i tillë ishte vetë ai. Ishte zemërgjër kur blinte, zemërgjër kur shiste, zemërgjër kur jepte dhe merrte. Tregtari zemërgjër është gjithmonë më i fituar se një zemër ngushtë. Zemër ngushti kujton se fitoi për momentin, por ai është humbës në një afat të gjatë. Perëndimi sot këtë e ka kuptuar më mirë dhe tregohen më zemërgjër. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam këtë ka thënë para 1400 vitesh. Ky është një mësim dhe përvojë e mirë për të gjithë tregtarët dhe biznismenët. Khadijës në këtë kohë çdo ditë i vinte dikush për t'i kërkuar dorën, por ajo refuzonte. Edhe pse ishte 40 vjeçe, ajo e ruante bukurinë dhe gëzonte respektin e gjithëve. Të gjithë që e kërkonin ishin nga paria e Kurejshëve. Një ditë, derisa po bisedonte me shoqen e saj Nefisen, Khadijja po i tregonte mbi moralin, madhështinë dhe vlerat që kishte parë te Muhamedi. Shoqja e saj Nefisja e kuptoi dhe i tha: "O Khadijja, a dëshiron që ti flas?" Khadijja e pyeti: "Ti flasësh për çfarë?" Nefisja ja ktheu: "Që të martohet me ty." Ja ktheu: "Mirë. Të ndalemi e ta sqarojmë pak këtë çështje. Pyetja e parë që të vjen në mend është: a është e pranueshme që një grua të kërkojë të martohet me dikë? A është e pranueshme që gruaja ta zgjedh burrin e saj? A është e pranueshme që gruaja të ketë ndjenja të tilla?" Sigurisht se po. Por derisa diçka e tillë ndodhi me njeriun më të mirë dhe vullin e profetëve, diçka e tillë ishte pranueshme, por problemi qëndron në mënyrën se si ja shpreh. Dhe të jemi më të hapur. Oj motër, kur mos ja afro veten dikujt në një mënyrë që nuk të shkon për shtati, mos ja ul vetes vlerat. Khadijja e pëlqeu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por nuk i foli vet, por dërgoi dikë tjetër dhe dërgoi një grua të mençur, jo çdo lloj shoqeje. Mënyra se si tha Nefisja Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për çështjen e Khadijës është tepër e veçantë. Nga mënyra se si propozoi Nefisja, ne mësojmë sot pas 1400 vitesh. Ajo i tha: "O Muhammed, a je martuar?" "Jo", ju përgjigj. "Po pse nuk martohesh?" Ai i tha: "Po kush martohet me mua? Unë jam i varfër." Nefisja i tha: "Khadijja." Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Po a pranon ajo?" Nefisja ja ktheu: "Do e pyes një herë." Kur mos ja ul vlerat vetes o motër dhe ti jesh ti ajo që i propozon dikujt për martesë,
mund të kesh ndjenja të tilla, por nëse do t'i thuash, zgjidhi këtë tjetër të mequr dhe zgjuar, me qëllim që të mos dukesh mall i lirë. Është në natyrën e burrit që nëse gjen një grua të lirë, i mërzitet shpejt dhe nuk e do. Për këtë, Islami ka caktuar pajen apo meherin dhe ka caktuar si kusht dhe pëlqimin e babait të vajzës, krejt me qëllim që t'i rriten vlerat vajzës. Ky është shkaku që shumica e bashkëjetasve përfundojnë me ndarje, pasi ishte një mall shumë i lirë dhe i pavlerë. 2 ditë pasi kishte biseduar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Nefisja e takon përsëri dhe i thot: Hadixha pranoi të martohet me ty dhe më tha: Po të shohim diferencën e moshë mes Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Hadixhes, ishte 15 vjet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte 25 vjeç, kurse Hadixha 40 vjeçare. Pyetja që lind është: a mund të jetë martesë e suksesshme një martesë me diferencë moshe të tillë? Suksesi një martese të tillë dhe çdo lloj martese të përafërt kushtëzohet me diçka tjetër shumë të rëndësishme, që është pjekuria e burrit. Kur një burr dhe një grua janë në një moshë, në të shumtën e rasteve më i pjekur nga të dy është gruaja. Duke qenë gruaja më e pjekur, do të fillojnë edhe të lindin probleme për shkak të mënyrës se si i shohin dhe konceptojnë gjërat. Për këtë, preferohet që gruaja të jetë më e vogël në moshë se burri. Por ajo që shohim në martesën e Profetit sallallahu alaihi wasallam është se ai ishte 15 vjet më i ri se Hadixha. Kjo për shkak se ai e kishte arritur pjekurinë e duhur dhe kjo e kompenzonte ndryshimin në moshë. Kështu që suksesi një martese ku ka ndryshim moshe mes dy bashkëshortëve është i kushtzuar me pjekurinë e burrit dhe të gruas. Një ndryshim tjetër i madh në martesën e Profetit sallallahu alaihi wasallam me Hadixhen është edhe pasuria. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i varfër, kurse Hadixha ishte e pasur. Unë dua të theksoj që pasuria nuk konsiderohet problem në martesë. Problem do të ishte nëse do të kishte ndryshim në nivelin shoqëror. Nëse gruaja do të ishte nga një shtresë e lartë në shoqëri, kurse burri nga shtresa e ulët. Kurse Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Hadixha vinin pothuajse nga e njëjta shtresë shoqërore. Madje Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte pak më lart, pasi rrithte nga familja më e mirë te Qurayshit. Islami nuk i kushton rëndësi pasurisë, por i kushton rëndësi nivelit dhe shtresës shoqërore. Megjithëse Hadixha ishte më e pasur, ai që do të mbante shtëpinë pas martese ishte vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi ai ishte kryetari i familjes dhe tani kishte mbledhur të holla dhe kishte krijuar tregtinë e tij. Një çështje tjetër të cilën orientalistët e kanë tumbetuar me të madhe është se Profeti sallallahu alaihi wasallam në martesën me Hadixhen lakmoi pasurinë e saj. Por jo, pasi Hadixha nuk ishte tip që mashtroi kollaj. Ajo para se të pranonte e kishte provuar në tregti dhe pasuri dhe kishte parë se sa i besueshëm është. Kjo provë vazhdoi për 2 vite rresht. Prandaj o i motër, mos u mashtron nga bukuria një djali apo pasuria e tij. Mos prano pa njohur moralin dhe edukatën e tij. Mos prano edhe nëse falet në xhami edhe duket fetar. Kur Omer ibn Hatabi e pyeti dikë rreth një personi, ai i tha: "Po e njoh." Omer e pyeti përsëri: "A e ke provuar si është në derhem dhe në dinar?" "Jo," i tha. "Ndoshta e ke parë të falet në xhami duke ulur dhe ngritur kokën?" e pyeti përsëri Omeri. "Po," i tha burri. "Atëherë nuk e njoh ke", ja ktheu Omeri. Kështu që
para se të pranosh të martohesh me dikë, jo motër, mos mjafto me pamjen apo pasurinë e tij, se mund të vuash më pas. Martesa e profetit sallallahu alaihi wasallam me Khadijën ishte martesë e suksesshme. Ka që u arrit në bazë të njohjes, barazisë së nivelit shoqëror dhe pjekurisë së të dyve. Kjo martesë vazhdoi për 25 vite, 15 vite para profecisë dhe 10 pas profecisë. Ata të dy patën 6 fëmijë, 4 vajza dhe 2 djem. E para që lindi nga vajzat ishte Zenebi, pastaj Rukije, Ummu Kulthumi dhe Fatime. 2 djemt ishin Kasim, për këtë profetin sallallahu alaihi wasallam e thërrisin edhe Ebul Qasim, babai i Kasimit, dhe më pas Abdullah. Martesa me syri ishte nga martesat më të suksesshme. Madje martesa e profetit sallallahu alaihi wasallam me Khadijën mund të konsiderohet si historia më e bukur e dashurisë mes dy njerëzve që duhen. Nga historitë e dashurisë më të njohura sot është ajo e Romeos dhe Julietës, por që në fund nuk përfundoi me martesë dhe që nuk u martuan që të provojë dashuria e tyre. Edhe sot shohim raste të shumta kur dy të rinj duhen dhe pas martese marrëdhëniet e tyre ftohen dhe përfundojnë me divorc. Kurse dashuria e vërtetë është ajo që jo vetëm gjatë jetës, por edhe pas 20 vitesh pasi kishte vdekur Khadijëja, profeti sallallahu alaihi wasallam përsëri e kujtonte. Ditën që profeti sallallahu alaihi wasallam me muslimanët hynë në Mekë, në kohën që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte tepër i zënë duke u takuar me kryetarët e fiseve, me muslimanë të rinj e kështu me radhë, ai shikon nga larg një grua të moshuar duke ardhur drejt tij. Sa po e pa, u kërkoi njerëzve t'i hapnin rrugën, më pas u veçua me të dhe u tha të pranishmëve: "Më falni për pak kohë." Hoqi mantelin që kishte veshur dhe ja dha që të ulej sipër tij. Më pas u ul me të dhe filloi të bisedoj dhe të qesh. Aisha radhiyallahu anha e shikonte nga larg e habitur. Pas u largua gruaja e moshuar, Aisha e pyeti: "Kush ishte ajo, o i dërguari i Allahut?" Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ajo ishte shoqja e Hadijës. Ishte shoqja e gruas që i kishte vdekur para 20 vitesh." Aisha e pyeti përsëri: "Po çfarë bisedua të i dërguari i Allahut?" Profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: "Kujtuam ditët e bekuara kur ishte Khadijëja gjallë." Imagjinojeni që pas 20 vjetësh nga vdekja e saj, dashuria për të mbushte zemrën e profetit sallallahu alaihi wasallam. E njëherë, derisa profeti sallallahu alaihi wasallam ishte shtrirë në shtëpi, dëgjon trokitin e derës. Mënyra se si trokiste dhe zëri pas derës i kujtuan atë të Khadijës. Qohet në këmbë dhe thot: "O Zot, më duket si zëri i Hatijës. O Zot, bëje që të jetë motra e Hadijës." Kur hapi derën, pa që ishte motra e Hadijës dhe e mirëpriti me gëzim. Ja, kjo ndodhi pasi ishte martuar me Aishen. Jetoi profeti sallallahu alaihi wasallam me Hadijën për 25 vite me radhë, dhe ajo që u aprishi lumturinë ishte vetëm vdekja e 2 fëmijëve të tyre. Të gjitha këto i ndodhnin profetit sallallahu alaihi wasallam me qëllim që të bindej që kjo botë me të mirat e saj është e pavlerë. Kështu ai përgatitej për mesazhin me cilin do të ngarkohej.